Zotri Gjeneral, kuadratët janë të rreshtuar dhe janë të gatshëm për manifestimin e epopea UÇK-s. Raporton Rështel Majori Seri. Po, senor. Senor. Kuadratët, vend, qetëso. Kuadratët, gati, tu! Djathtas, ndau! Të nderuar pjesëmarrës, komandanti i paradës së sotme është shefi i stafit të Forcës së Sigurisë Kosovës, General Brigade Ilir Qeriqi, që do të raportojë për gatishmërinë e trupave për manifestimin epopeja e ushtrisë shqirimtare të Kosovës. Zotja Presidente, kuadratët e Forcës së Sigurisë Kosovës janë të rreshtuar për nder të epopesë së ushtrisë shqirimtare të Kosovës. Raporton General Ilir Qeriqi.
Ushtar nën oficer dhe oficer, nderime atë dheut. Kuadratët, duar poshtë, lëviz, vend, qetëso. Të nderuar mysafirë, ju lutem të ngriteni me këmbë në nderim të himneve. Kuadratët, gavi, tum, për flamur, qender, dal. Kuadratët, duar poshtë, lëviz, vend, qetëso. Të nderuara familje të dëshmorëve, e nderuara familje e komandantit legjendar Adem Jashari, të nderuar invalidë veteranë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, të dashur qytetarë dhe ju të pranishëm. Epopeja e ushtrisë lirimtare të Kosovës është një ngjarje me semblime e kombit tonë, që ndezi zjarrin e Merisë, bashkoi shqiptarët anë kënd botës duke u mobilizuar për luftë e çlirim nga okupatori. Lufta çlirimtare mori mira jetë, por pas sakrificën e popullit dhe gjakun e dedhur nuk do të kishim lirim. Prandaj të nderuar mysafirë, më lejoni të ftoj për të bërë nderime pranë obeliskut të Merisë, për të nderuar dhe respektuar epopejën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe komandantin legjendar Adem Jashari, familjen Jashari dhe të gjithë dëshmorët e martirët e ranë për liri.
I ftoj Presidentën e Republikës së Kosovës, zonjën Vjosa Osmani Sadriu, Kryetarin e Kuvendit, zotin Glauko Nufca, Kryeministrin e Republikës Kosovës, zotin Erip Macedonci, Komandantin e Forcës Sigurisë Kosovës, General-Lejtnant Bashkim Jashari, dhe vëllain e komandantit legjendar Adem Jashari, Bacin Rifat. A bëjmë një akura, a do mirë. A do mirë. Sa pak ma vropa. Sa pak. Jo, që sobi ma vropa. Jo, pak ma vropa. Hajde, pak, të shqipen gol. Hajde ma vropa, të nga thunë krejt.
të ngritëm në kënd në atë kësaj ceremonie do të ketë edhe të shtëna nderin në nderim të dëshmorëve e martirëve të të gjithë të rangëve për lirinë e dheut. Kuadratët, gati, tu, majtas, ndero! Adhej. Muhammed qiti drejtë. Vish pak. Çant, ndero! Voti, ora! Sen, cazzo! Ju lutem ullu. Gazeton të shkënë.
Pjesëmarrës të nderuar, lufta çlirimtare dhe sakrifica e jasharëve në prekazin legjendar është përkujtuesi më i mirë për brezat se si duhet punuar dhe luftuar për atë vend. Kur kujtojmë prekazin, kujtojmë pushkt e komandantit legjendar, familjes Jashari, kujtojmë luftën e lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe të gjithë dëshmorëve të rënë për lirinë e atë vend. Lufta dhe sakrifica deri në flijim e komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari dhe popullit prekazit me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 janë vula e çlirimit dhe e lirisë së shtetit tonë. Prandaj, të nderuar pjesëmarrës, më lejoni të ftoj Presidenten e Republikës Kosovës, njëherët Komandante Supreme e Forcës Sigurisë së Kosovës, shkencësinë e saj Dr. Vjosa Osmani Sadriu, për një fjalë rasti. Shumë i nderuar Bacarifat Jashari, e nderuar familje Jashari, i nderuar kryetari Kuvendit Zoti Konjufca, i nderuar kryeministri i Republikës Zoti Kurti, i nderuar komandanti FSK-s General Lejtnant Bashkim Jashari, ministri i mbrojtjes e Jug Maqedonci, përfaqësues të qeverisë të Kuvendit, të nderuar oficer nën oficere ushtar të FSK-s, familje të heronjve, të dëshmorëve e të martirëve të lirisë, veteranë e invalid të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të nderuar diplomat e ushtarak nga vendet mike, shumë të dashur fëmijë, të nderuar të pranishëm. Marsi në Kosovë nuk është thjesht një muaj në kalendar, por një kujtesë e përhershme e sakrificës, e heroizmit dhe e vendosmërisë së popullit tonë për liri. Në këtë muaj kujtojmë epopejën e lavdishme të luftës së UÇK-s, përkulemi me respekt para dëshmorëve të kombit, kujtojmë martirët e rënë në masakra dhe nderojmë heronjt që dhanë gjithçka për Kosovën e lirë. Në këtë ditë të shenjtë jemi mbledhur në një vend me simbolik të jashtëzakonshme, në kazermën Adem Jashari, aty ku ruhen dhe vazhdojnë të jetojnë vlerat për të cilat ranë dëshmorët tanë. Ky është vendi ku trashëginia e komandantit legjendar Adem Jashari nuk është thjesht vetëm një kujtim, por është frymëzim për brezat e sodëm dhe të ardhshëm të ushtrisë sonë dhe për gjithë kombin. Prandaj sot kujtojmë me krenari komandantin legjendar Adem Jashari, familjen e tij heroike dhe të gjithë luftëtarët që i dolën Zot atë dheut, duke e paguar lirin me jetën e tyre. Heroi Shaban Jashari, të cilin e dekorova ditë më parë me urdhrin Heroi Kosovës, dhe e gjithë familja Jashari e cila në mënyrë veçantë u dekorua me urdhrin e lirisë, ishin shembulli më i mirë se si duhet vendi e si duhet liria. Hamz Jashari bashkë me Adem Jasharin dhe gjithë familjen e tyre, qëndruan të palëkundur në luftë, duke dëshmuar se nuk ka sakrificë më të madhe se sa flijimi për të ardhmen, e flijimi për atë dheun. Në ato 3 ditë të marsit, nga 5 deri në 7 mars 98-s, në prekaz ndodhi një ndër betejat më heroike të historisë së kombit shqiptar. Dëshmor, përveç burrave u bën edhe fëmijët, gratë e pleqt, sepse prekazi nuk ishte vetëm një fshat. Prekazi ishte një kështjell e lirisë, ishte një fortifikat e pamposhtur e kombit tonë dhe i tillë mbetet edhe sot. Familja Jashari është themeli mbi të cilin u ngrit liria e Kosovës, një monument i gjallë i sakrificës dhe heroizmit të pashoq.
Në historinë e njerëzimit rrallëherë ka ndodhur që një familje tërt flijohet për idealin e shenjtë të lirisë, duke u bërë simbol i qëndresës dhe i dinjitetit kombëtar dhe motiv për mira luftëtare të UÇK-s. Nga plumbi i parë e deri te qëndresa heroike e marsit të 98-s, jasharët nuk u thyen, nuk u zbrapsën, por përqafuan pavdeksin. Në kohët më të errta, ata ndezën dritën e shpresës. Në sfidat më të mëdha, ata gjetën forcën për të ecur përpara. Në momentet kur liria dhe ardhmja e Kosovës u vu në pikpyetje, ata u bën përgjigja, u bën mburoja dhe zemra e shpirti i këtij vendi. Epopeja UÇK-s prandaj është një testament i përjetshëm i qëndresës, sakrificës dhe i pathyeshmërisë së popullit tonë. Kjo epopej përveç se një betejë ishte një thirrje ndërgjegjes kombëtare që u dëgjua nga zemrat e miliona shqiptarëve kudo. Ajo ishte një kushtrim i lirisë që u përhap nga prekazi në çdo cep të Kosovës, nga malet e Pashtrikut te fushat e Dugaxhinit, nga Drenica heroike tek Anamorava krenare, nga Mitrovica i Sa Boletinit tek çdo tokë ku jetojnë shqiptarët. Në ato ditë të marsit 1998, kur flaka mbuloi prekazin, kur shtëpia e jasharajve u bë kala e lirisë, u vra një familje, por lindi një epokë e re për Kosovën, epoka më e lavdishme e historisë sonë. Epopeja pra prodhoi një epokë e cila derivoi nga betimi i dhënë për Kosovën e lirë e të pavarur. Por liria nuk përmbyllet me betejat tona, sepse ajo kërkon përkushtim të përditshëm për ta mirëmbajtur, kërkon sakrificë të vazhdueshme për ta mbrojtur shtetin tonë të fortë dhe për të ardhmen e fëmijëve tanë e për brezin e ri të jasharajve. Këtë kujdes, sot mbi vete e mban ushtria e Kosovës, trashëgimtarja e UÇK-s, Forca e Sigurisë së Kosovës. Kjo ushtri me profesionalizëm e përkushtim është gjithmonë e gatshme t'i dalë zot vendit. FSK-ja, ashtu sikurse dhe policia e Kosovës janë garanci për sovranitetit tonë, një mburoj për paqen dhe sigurinë e qytetarëve tanë dhe një dëshmi se sakrifica e dëshmorëve të kombit nuk ka qenë e kotë. Me ushtarët tanë të trajnuar në standardet më të larta, të gatshëm për të mbrojtur atë dheu në çdo rrethon, ne dëshmojmë se Kosova jo vetëm që di ta ruaj paqen, por edhe ta mbrojë atë me dinjitet e krenari. Epopeja UÇK-s na mësoi se asgjë nuk është e pamundur kur kemi guximin të qëndrojmë të bashkuar për idealin e lirisë. Prandaj sot më shumë se kur, ne duhet sërish të qëndrojmë të bashkuar për ta mbrojtur Kosovën tonë, për ta bërë atë më të fortë, më dinjitoze dhe më të respektuar në botë. Le të ecim përpara me besim, guxim dhe krenari, duke i treguar botës se Kosova është dhe do të mbetet një histori suksesi, një vend që e ka fituar të ardhmen me sakrificë e me përkushtim të madh, me dinjitet dhe me unitet. Lavdi e përjetshme komandantit legjendar Adem Jashari dhe gjithë familjes Jashari, lavdi të gjithë dëshmorëve martirëve, Zoti e bekoft Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, Zoti e bekoft Republikën e Kosovës. Ju faleminderit. Falenderojmë presidenten për fjalimin dhe në vazhdim ftoj kryeministrin e Republikës Kosovës, shkencësinë e tij zotin Albin Kurti për një fjalë rasti. E nderuara Presidente e Republikës Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuari kryetari i Kuvendit të Kosovës, zotri Glau Konjufca, i nderuari Basarifat Rifat Jashari,
i nderuari President Fatmir Sidiu, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe deputet, i nderuari komandanti Forcës Sigurisë Kosovës, General-Lejtnant Bashkim Jashari, shkelqësi ambasador e përfaqësues diplomatik të vendeve mike, të nderuara familje të dëshmorëve të kombit, të nderuar invalid dhe veteran të luftës shqiptare, të nderuar ushtarak të Forcës Sigurisë Kosovës, të nderuar partner të organizatave ndërkombëtare dhe vendore, të dashur qytetarë të Republikës, zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër, sot në ditën e parë nga 3 ditët e epopesë ushtrisë shqiptare të Kosovës, jemi bërë bashk në këtë ceremoni në bazën qendrore të ushtrisë Kosovës në kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Të dashur ushtar, nën oficer dhe oficer të Forcës Sigurisë Kosovës, rreshtimi juaj sot në kuadrate këtu para kësaj platforme, ku janë ullur bashk antar të familjes Jashari dhe zyrtar e krerë institucionës të Republikës Kosovës, e krijojnë një skenë ceremonie që e ruan një traditë të nisur që prej 26 vitesh. Kjo traditë ka origjinën te 6 marsi vitit 1999, kur trupa artistike ushtarake Hamës Jashari e themeluar në shkurt të vitit 1999 në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës në Likoc, e përgatiti shënimin e epopesë së UÇK-s në 1 vjetorin e rezistencës dhe qëndresës së Jasharëve në Prekaz më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998. Në skenarin e atij manifestimi përkujtimor ishte parapar pikërisht rreshtimi i njësive ushtarake, ngritja e flamurit dhe raportimi nga ushtarakët fjalimet dhe shfaqja artistike "Ai është gjallë". Sot, në 27 vjetorin e epopesë së UÇK-s, ne vazhdojmë të ruajmë pothuajse të njëjtën traditë, vetëm se skenarin e dikurshëm të organizuar nga UÇK-ja e kemi formalizuar në protokollin e Shtetit të Republikës Kosovës, këtij shteti për të cilën u luftua dhe u flijua aq shumë. Të dashur pjesëtarë të ushtrisë Kosovës, të veshur me uniformën më të lavdishme, të bukur e tashëve moderne, ju pëmbani armë dhe flamuj në duar, teksa qëndronit rreshtuar në shenjë gatishmërie dhe nderimi në përkujtim dhe mirënjohje të atyre që i vunë themelet e ushtrisë Kosovës, kryekomandantit Adem Jashari, familjes Jashari dhe të tjerëve që udhëtuan me ta. Po ju drejtohem në mënyrë konvencionale si ushtria e Kosovës, sepse kësaj e kishin quajtur veten dhe idenë e tyre grupi i armatosur i Adem Jasharit qysh në vitin 1989, 5 vite para se të merrte emër dhe formë organizata Ushtria Shqiptare e Kosovës. Aq e afërt është ajo kohë e para 35 viteve, sa që edhe sot në mesin e pjesëtarëve të FSK-s ka luftëtar veteran të UÇK-s, duke filluar apo duke kulmuar me komandantin e saj, General-Lejtnant Bashkim Jashari. Si mbjetuar i luftimeve të 5 marsit 1998 në Prekaz dhe si nip i Adem e Hamës Jasharit me General Bashkim Jashari në krye të FSK-s, ju dhe ne së bashku e kemi vet epopen e UÇK-s dhe trashëgimin e rezistencës së Jasharëve në krye dhe në frymën drejtuese të Forcës Sigurisë Kosovës. Ushtria e Kosovës që zuri fill më 1989 me grupin e Adem Jasharit në Drenicë, u ngjez me disa pak armë personale dhe pajisje ushtarake, por që mbaheshin nga një grup njerëzish me përkushtim të madh dhe me vullnet të paepër. Gjatë viteve të 90-ta dhe në kohën e luftës së drejtë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, armët, municionet, uniformat dhe pajisjet e tjera ushtarake kur nuk qenë të mjaftueshme dhe të bollshme për luftën e UÇK-s për lirinë e Kosovës. Andaj që nga çlirimi i dheut ton qershor 1999 dhe deri më sot e tutje, një nga detyrat kyçe për ruajtjen e lirisë së fituar me gjakun e dëshmorëve dhe martirëve të popullit ton ka qenë dhe vazhdon të mbetet fuqizimi i ushtrisë Kosovës. Prandaj sot me ngazëllim mund të konstatoj që qysh nga viti 1989,
kur Adem Jashari me shok filluan të flasin e të punojnë për një ushtri të Kosovës dhe deri sot kur nuk kemi pasur një ushtri më të fortë, më të armatosur, më të pajisur dhe më të trajnuar se sa sot. Kjo sepse përmes rritjes buxhetit për Ministrinë e Mbrojtjes, përkatësisht për Forcën e Sigurisë Kosovës dhe përmes shtimit të investimeve në blerje armësh, furnizime municionesh dhe sisteme armatimesh, FSK-ja i ka tejkaluar edhe disa nga objektivat e parapara për vitin 2028, kur sipas planit gjithëpërfshirës të tranzicionit duhet përmbyllur transformimi i ndërtimit të kapaciteteve të plota ushtarake të FSK-s. Ndërkaq blerjet e sistemeve të armatimit dhe pajisjeve sipas konceptit shtet me shtet, si dhe shtet me prodhues, përveç që i kanë paksuar hallkat e procedimit të blerjeve, kanë siguruar armatime moderne të cilësisë së lartë me çmime shumë herë më të favorshme nga sa paguhej më parë, si dhe kanë thelluar bashkëpunimin e Republikës Kosovës me vendet anëtare të NATO-s. Për ushtrinë e Kosovës kemi shpronësuar dhe kemi dhënë në shfrytëzim mijëra hektar tokë dhe prona anë e këndë Kosovës, për të garantuar shtrirje operacionale të ushtrisë tonë dhe hapësirë për stërvitjen e trupave tona ushtarake për mbrojtjen e territorit të Republikës Kosovës. E tëra kjo është shoqëruar me vizionin e qeverisë të Republikës Kosovës për mbrojtjen gjithëpërfshirëse, apo mbrojtjen totale, si një koncept modern që tërë kapacitetet njerëzore, teknike, ushtarake dhe infrastrukturën institucionale e vënë në shërbim të mbrojtjes territorit vendit, të jetëve të njerëzve, të pasurive të tyre, të ekonomisë sonë dhe të vetë popullit e të shtetit tonë si shtëpi jona e përbashkët politike, shoqërore dhe ekonomike. Në vitet e fundit, Kosova ka nënshkruar një mori marrëveshjes nga fusha e mbrojtjes me vendet e NATO-s, teksa i ka shtuar bazbarkimet me trupat ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Britanisë së Madhe në përballë. Kësaj nga një vend që për të çliruar dikur kishte nevojë të ndihmohej nga aso kohe 19 shtete anëtare të NATO-s, Kosova tani është kthyer në një shtet që edhe eksporton siguri krah aleatëve të saj në përballë, e këtu padyshim që duhet përmendur edhe mbështetjen tonë për Ukrainën. Së fundmi kemi shtruar infrastrukturën ligjore për themelimin e industrisë së mbrojtjes me fabrikën për prodhimin e municioneve dhe të dronëve tonë made in Kosova. Të dashur ushtar, le të ndalemi për një moment dhe le ta mendojmë dhe përftyrojmë mes nesh. Në fillim të dhjetorit të vitit 1991, kur Adem Jashari me shok po kthehej nga Shqipëria në Kosovë, pas tërvitjeve ushtarake të kryera atje, i ngarkuar me automatik dhe me çantë me municione për ta kaluar me to kufirin dhe për t'i marrë me vete për organizimin e rezistencës së armatosur në Kosovë, e sot 34 vite më pas, Kosova jo vetëm që është e pajisur, më armatosur dhe më e furnizuar me municione se kur më parë, por së shpejti do të bëhet edhe prodhuese e municioneve ushtarake. E nëse atëherë Ademit me shok ju dash të shkonte ilegalisht në Shqipëri, për të stërvitur fshehurazi, sot ju stërviteni, trajnoheni dhe shkolloheni në për akademit më të mirat mbrojtjes në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Britani të Madhe, në Gjermani, në Turqi, në Shqipëri dhe në Kroaci. Andaj të dashur ushtarë të Kosovës, tërë sy tanë janë kthyer ka ju. Prandaj mbani fort, armët në duar, flamurin lart bashkë me vullnetin dhe guximin, shtrëngoni rrodhët tuaja, përkushtojeni shkollimit dhe avancimit tuaj, ashtu që të dilni Zot atë dheut ton dhe ta respektoni betimin tuaj. Ju jeni trashëgimtarët më drejt për drejt, po edhe më e gjatë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të asaj ushtrie vullnetarësh që me 1999 u bë aleate me trupat e vendeve të NATO-s në luftë për ndalimin e gjenocidit të Serbisë në Kosovë, kurse sot është në rrugë të mbarë drejt antarësimit të Republikës Kosovës në Aleancën Veriatlantike. Lavdi kryekomandantit Adem Jashari dhe familjes Jashari, lavdi të rëndëve në prekaz me 5, 6 dhe 7 mars 1998, lavdi të gjithë dëshmorëve e martirëve të kombit të rënd për lirinë e Kosovës.
e pashim Kosovën të lirë dhe të fortë, si që ndroi Adem Jashari me shok dhe si që në takon ne brezave të sotshëm të alën trashëgim brezave që do të vinë. Roft Kosova Republik dhe mbar kombi ynë për jetë tjetër. Ju falenderit. Faleminderit, Zoti Kryeministër. Të nderuar mysafir, në vazhdim do përcjellin togun ceremonial që do të paraqes drillin e epopesë së ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Kuadratët, gali, tum, Ju lutem të ngriteni për nderim. qendër, dë! Ndërim të ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Gjuj! On! Duart poshtë, qenë! Vend, qetso! Ju lutem uluni.
Në vazhdim të nderuar mysafirë do të përcjellim pjesë artistike nga Orkestra Frymore e Forcës Sigurisë Kosovës. Kuadratët nga Akademia e Mbrojtjes, fillon me moto.
Kuadratët! Kush jemi ne? Kush jemi ne? Shumë mirë! Të nderuar mysafir, me moton e kuadratëve, duke ju falendëruar për prezencën tuaj, ju njoftoj se aktivitetet e shënimit e epopesë së ushtrisë lirimtare të Kosovës do të vazhdojnë edhe për 2 ditë, me ngjarje në 7 mars. Ju falenderoj të gjithëve për ndërimin dhe respektin që i keni bërë epopesë së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Jo, qëto është ashtë të ka mojnë?